Familja çfarë roli ka luajtur në këtë mes? Familja ka luajtur një rol mund të quaj sepse kryesisht paktën mund të them tek artistat varet edhe shtysa se sa, domethënë çfarë maset ka, sepse mund të jetë imponim që disa raste artistin e komplekson. Në rastin tim familja ime ka kanë shtysa më të shnetshme që mund të ketë një artist. Domethënë ata më kanë lënë në thojza timonin në dorë, ban çandjenti. Por kanë gjithmonë aty për mua për çfarë do lloj situate, çfarë do lloj vështirësi. Ti studion në universitetin? Po, për pedagogji muzikore. Do bësh mësues muzike? Po. Edhe ndërkohë do vazhdosh këndosh? Po. Kjo është, domethënë unë kam dhënë mësime pianot këtë vit, domethënë tek një qendër private. Edhe nuk ma kishte marrë mendje se çfarë eksperiencë ishte. Domethënë ishte komplet eksperiencë e re për me pa pasionin e fëmijëve të vegjël ose dedikimin që japin ata pianos, kantos, sepse jep aty dyja. Edhe nuk e di, është komplet satisfaksion veti. E provova edhe këtë pjesën e mësimit. Nikolas, po ti si e zbulove këtë talent ke vetja? Unë e pash në America's Got Talent për herë të parë në 2017, por e kam filluar si prestigiator sepse babi im është prestigiator dhe jemi duke konkuruar bashkë në Albania's Got Talent, jemi finale dhe tek, por pash në 2017 në America's Got Talent dhe më pëlqeu dhe desha të provoja, kështu që pyeta prindrit po mund të më bleshi një kukull, një libër, DVD për të mësuar dhe kam praktikuar çdo ditë që atëherë. Ajo konkursi në 2019 që ajo pjesa që më shtyu që dua të... Si është këtu gara? Ka talente... Po, Shqipëria... Ka talente të rinj në këtë garën ku jeni tani me babën? Po, ka disa talente. Besoj që Shqipëria në general ka talente në art, por po, ka. Po, edhe unë besoj. Do me thënë, kur i shef si konkurent, si duket vetë në raport në ata konkurrentët që ke? Unë i respektoj si artist dhe di sa kam punuar, sepse vetë kam punuar shumë për këtë gjë dhe unë i komplimentoj për atë që kam bërë, por unë shikoj punën time dhe performancën time edhe t'jap maksimumin. Po, edhe unë. Alice, po ti si e përjetove konkurrencën e festivalit në fillim? Festivali është 3 apo 4 ditë, sa zgjat? 4 ditë. 4 ditë. 2 finalet edhe finalja, plus natën e nostalgjisë. Por konkurenca nuk mund ta quaj konkurrencë sepse ne kryesisht njihna, janë gjysa shok që kena kaluar shumë. Por ishte shumë konkurrencë fort, ishin unë i quaj perle, ishin shumë të bukura. Mos u bakashi, mos e ishin diplomaci. Po ishin, ja, realisht ishin, po bëj këtë bukë, po ja kam thënë edhe ty në përgjë. Ja kam thënë se cili prej tyre. Jo, realisht. Po tu duken perla aty? Po tana perla ishin, po, pse se janë ndryshe. Edhe kjo më pëlqeu këtë vit. Jo si ishin këngë vetë si të pjesa saj vetë, por ishin ndryshe, ishin komplet origjinale. Kjo ishte pjesa që më pëlqeu, plus e kishin lidh këtë vit edhe tepër me karakterin e tyre dhe nga ana skenike, i kishin dhënë shumë përparësi. Këtë e quaj perl, produktin final. Tani çfarë vjen mbas kësaj? Mbas festivalit? Po. Është Eurovisioni. Rruga vazhdon. Është Eurovisioni. Do shkosh me të njëjtin format apo do ta rikrijosh formatin nga pamjen skenike plus? Se këndo është ajo. Ne po mendojmë ta amplifikojmë, ta bëjmë pak të anën skenike më të madhe, pjesën e veshjes të jetë diçka pak më veçantë siç ishte. Po mundohemi të bëjmë maksimumin siç e bëmë, por një formë tjetër. Po kur thuar ne, këtë ke parasysh me ne? Po producentin, tek shkruesen, ne marrim se desha të pyes, po tekstet nuk i bën vetë. Tekstet i shkruaj vetë, por në këtë rast e ka shkruar dashura. E ka shkruar ajo, edhe kënga prej saj doli. Domethënë ajo ishte shtysa, ajo më dha të... Ajo është dhe në Shkodër, në Shkodër është? Ajo është nga Lezhë. Edhe ajo ishte shtysa për këngën nën. Ajo pavi një ëndër edhe më tha mua Alice kam bën një tekst. Edhe unë pash, unë nuk e kisha bën plan që këtë vit me marr pjesë në festival. Edhe domethënë me goditi teksti në momentin e parë dhe thjesht ulëm piano sepse s'dosha me hupat energjinë e parë që më dha.
Ulon piano, shkruva vjen melodike dhe direkt tek producenti, tek Erieti thash, kena diçka në dorë. Është diçka që e du. Si ulet piano, ti ulesh në prerë. Që ti dojon? Sho e kam unë njëtër. Ti ke prerin piano tate. Po, edhe të valigjen. Mund të të flasë në ti? Folë si të dush. Falenderit, Edi. Po mima, ajo valigja nuk të mytë pak aty brenda. Kam problem, më thënë Nikolasi, do më nxirësh nga valigja të arin në dëgjon. Kur? Edhe tërtara. Nek, do më nxirësh nga valigja. Nuk do dëgjoj, të unë kam problem, sepse unë udhtoj në valigje, nuk kam tashaport. Prandaj herët këtu, më të dojnë të bisedë, të dojnë një tashaport, unë ato jo. Po, pasaport s'ka ky ka pasaport amerikane, s'ka pasaport shqiptare. Po e dua unë shqiptarën. Po du ta marri ky herë, pastaj ti. Po kjo e ka, po. E ke ti pasaportën shqiptare? Po. E ke. Po mirë, duhet ta fusush tek këtë pasaportën tate, siç fusin kalamajt aty. Kujtova si ti të doje diçka, por... Si pasaport ti vete? Po si të udhtoj unë në valigje? Nuk është bukur e shoh, nuk shkon e shoh. Pendon ti pasaportën është rreziku që ti i hikën këti. Ai është plani, po mos i thuaj ti. Por që ti dojë ki nuk në lenë, sepse unë jam kukla e ti të rëthëruar. Po, unë kam disa kukla tjera. Po ti, Edi, kush është kukla jote të rëthëruar? Deri tani ishte i tjetër, tani e ti. Oh, falinderit, shumë falinderit. I really appreciate it. No, it's true. Oh, you are the most amazing puppet I ever saw. No, I'm not a puppet. You're not a puppet? Do? Jo, nuk jam kukullon. Çfarë je? Jam të lipikan. Jo, ti e kukull. Një të gjë. Po lidhur me raportin e artit tënde, muzikës tënde me jashtë kufive të Shqipërisë. Ke dalë, ke dhënë koncerte, ke pas në një zhvillim të kësaj natyre, apo je okay brenda kufive? Dëshira jam absolutisht është provoja dhe për te kufive. Dhe rasti Eurovisionit ishte ajo ëndra bamë në realitet për me prek edhe atë që kishe shpresu për ma për para, por që është diçka që du ta kem, du ta prek edhe pse jo është satisfakcion. Po jeton në Shkodër apo jeton në Tiranë? Në Tiranë. Si duket jeta këtu? Nuk jam super me ndaj në qetësi. Dhe më thonë, unë kam qef t'jemi të zanën. Dhe më thonë, kryesisht unë du t'jemi të zanën me punë, du t'jem në studio, du t'jem duke prodhu gjithë kohës, du t'jem duke eksperimentu gjanat e reja për këtë muzikës. Kjo gja është komplet e ndryshimi me Shkodrën. Unë Shkodrën ndodhe kundërta, qetësohem, jem tek ajo paraj sa jam, por që nuk më len ana artistike për me po punu. Këtu e gjaj. Këtu e kam edhe po mundohem për mirë.